Mbillet procesi zgjedhor për zgjedhjet e përsëritura në Gosivar, ku në garë kishte 2 kandidat. Ata e kanë ushtruar të drejtën e votës gjatë ditës së sotme së bashku me qytetarët të tjerë. Kandidati për kryetar komune nga koalicioni Vlen, Nevzat Beta, ka votuar i shoqëruar nga bashkëshortja dhe anëtarë të tjerë të familjes, duke ushtruar të drejtën e votës në shkollën fillore Bashkimi në Gosivar. Pas votimit, Beta u prononcua për media duke theksuar se kjo ditë zgjedhore pritet të jetë një festë e madhe për qytetin, ndërsa sipas informatave që posedon, procesi zgjedhor po zhvillohet pa pengesa dhe me qetësi, ashtu siç pret edhe të përfundojë. Sot bashkë me familjen time e krytëm obligimin qytetar, votuam për të mirën e qytetit tonë. Sot është një ditë e veçantë, ditë e bukur, ditë e rëndësishme. I ftoj të gjithë qytetarët të dalin të votojnë. Shpresojmë se të dalin masovikisht të votojnë për të ardhmen e qytetit të Gosivarit, edhe shpresojmë se sot në Gosivar do t'jete një fest e madhe për qytetarët e Gosivarit. Procesi zgjedhor, sipas informacioneve të mia, zhvillohet normalisht, qytetarët dalin të votojnë. Besoj se deri mbrëmje do të dalin të gjithë qytetarët, se ata me votën e tyre vendosin për fatin e vet, për të ardhmen e qytetit të tyre.